Analisti politik Shenol Moharemi ka ngritur shqetësime serioze mbi strategjinë politike të lëvizjes vetëvendosje, duke e kritikuar partinë për përpjekjet e saj për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja në vend që të formojë institucione stabile. Ai vlerëson se kjo qasje jo vetëm që nuk i sjell përfitime vetëvendosjes, por e dëmton atë në mënyrë të qëndrueshme në përkrahjen e saj në elektorat. Sipas Moharemit, LVV ka hyrë në një fazë të dukshme të rënies së mbështetjes, që nga momenti kur kishte arritur kulmin në zgjedhjet e fundit, kanë qenë në kulm me 50.2%, me nëntë shkurt kishin rënë në 42.3%, me matjen e marsit kanë dalë në omnibus rreth 40%, ndërsa sot mund të jenë diku te 36% për shkak të krizës me rritjen e çmimit të rrymës, ka deklaruar ai. Duke analizuar këtë trend negativ, Moharemi paralajmëron se nëse vendi shkon në zgjedhje të reja pa një konsolidim institucional, lëvizja vetëvendosje mund të përballet me një rezultat shumë më të dobët. Në zgjedhjet e reja menjëherë me këtë trend munden me ra, çka po di deri 32%. Kjo parti nuk ka me shku më duke u rritur, por është rrugës për 25%, tha ai. Moharemi thekson se vetëvendosja duhet të reflektojë mbi strategjitë e saj aktuale dhe të fokusohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe stabile në vend që të përpiqet të përdorë krizën aktuale politike për përfitime elektorale afatshkurtra. Ai e sheh insistimin për zgjedhje të reja si një qasje të rrezikshme jo vetëm për vetëvendosjen, por edhe për stabilitetin e përgjithshëm politik dhe institucional të Kosovës. Në vend se me i formu institucione stabile dhe kompetente, LVV duket se po kërkon me shku në zgjedhje përsëri, por a është kjo strategji e zgjuar? Pyet ai retorikisht. Kjo deklarat vjen në një kohë kur vendi ndodhet në një situatë ndërlikuar politike, pa një marrëveshje të qartë për formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit dhe me pakënaqësi në rritje në mesin e qytetarëve për çështje të ndjeshme siç janë rritja e çmimeve dhe mungesa e stabilitetit qeveritar.